Ju janë blokuar veshët nga dylli, ja metoda që t'i pastroni ato në shtëpi. Mbulesa e dyllit e cila është mbledhur brenda veshit mund t'jetë shkak i shumë problemeve të njëpasnjëshme. Mjekët zakonisht sugjerojnë ilaçe sintetike të cilat vetëm të sigurta mund të përdoren në mbikëqyrjen e një eksperti, por ju mund të përdorni edhe receta shtëpiake të cilat ju ndihmojnë në pastrimin e veshit. Ju duhet një lugë gjelle alkool ushqimor, gjysmë lugë gjelle uthull të bardhë. Para se gjithashtu duhet të vendosni alkoolin me uthullën në një pjatë. Pastaj duhet t'i përzjeni mirë të dy përbërësit derisa të integrohen me njëri tjetrin. Më pas vendosini përzierjen në një pikatore dhe vendosini 10 pika në kanalin e veshit, në mënyrë që dylli të zbutet. Ju duhet të qëndroni në pozicionin e kundërt për 1 minutë. Pas kësaj duhet të prisni pikërisht rutinën tuaj të njëjtë edhe në kanalin e kundërt. Kështu do ta keni më të lehtë të pastroni dyllin e veshit të ngurtë edhe të largoni problemet.